Si në Mbarbotën edhe në Gjirokastër trendi i sëmundjeve renale ka pësuar rritje. Këtë mjekja Olta Qurku e sheh edhe te numri vizitave mujore, i cili është rritur gjatë periudhës 2019-2024, por pavarësisht kësaj, ajo çka vjet re është se numri i pacientëve që ka nevojë për hospitalizim ka rënje. Duke krahasuar 2019 me 2024 kemi një shtim të numrit të pacientëve në vizita në muaj, në 80 pacientë në 125 pacientë në muaj, mesatarisht. Është trend në rritje, por që tregon edhe ndërgjegjësimin më të mirë të pacientëve për të ardhur tek mjeku dhe për të bërë vizitat edhe për gjëra të vogla, të cilat më përpara quheshin të parëndësishme. Unë kam kronik 298 pacientë për periudhën 7 vjeçare që unë punoj në Spitalin Omer Nishani. Të shtruar në spital kemi pasur vetëm pacientë kryesisht të moshave shumë të mëdha, po që kanë qenë komplikacione nga të tjera patologji. Për shembull, gjendjat virale që kanë qenë në këtë periudhë, qoftë COVID-19, qoftë virusi i influencës, i gripit, ka bërë që komplikacionet të mos jenë vetëm pulmonare, por të kenë dekompozime kardiake dhe gjitha këto të bashkë të ulin funksionin e veshës. Si shkaktar të sëmundjeve renale, Qurku rendit. Ne jemi pak zonë e cila pavarësisht kemi burime ujore të shumta, por ndoshta fortësia e tyre, përmbajtja e ujit mineral mund të shkaktojë dhe formojë ngurët. Përdorimi, sepse ne jemi popullatë që përdorim shumë mishin edhe shumë kripën, që provokon edhe formimin e gurëve. Infeksionet urinare, kryesisht e gratë, sa tek meshkujt. Kemi gjithashtu edhe veshkat polikistozë dhe i kemi madje që janë veshkat me shumë qese dhe që janë të trashëguara dhe është vënë re që ka një tendencë në një zonë të caktuar, sidomos është Libohova, Nepravishta, kjo zona këtu, janë individ të cilët kanë më shumë nga këto problemet sepse kanë element trashëgimie. Ndërkohë, në Gjirokastër marrin shërbimin e dializës 47 pacientë nga zona të ndryshme të jugut, nëpërmjet marrëveshjes koncesionare që Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar me një spital privat.